Afirmacione për mendje të pasur, meditim për bukuri financiare. Përshëndetje, miq të dashur. Mirë se vini në këtë meditimin e qetë dhe fuqizues për të kultivuar një mendje të pasur. Sot do të zhytemi thellë në afirmacionet që do t'ju ndihmojnë të tërheqni bollëkun dhe prosperitetin në jetën tuaj. Kjo video është krijuar për t'ju shoqëruar në një udhëtim të brendshëm, ku do të zgjerojmë çdo pikë afirmacioni me fjalë që do të ndërtojnë një urë mes mendjes suaj dhe rrjedhës së pakufishme të pasurisë. Merrni një pozicion të rehatshëm, mbyllni sytë nëse doni dhe le të fillojmë. Do të flasim ngadalë me ritëm të qetë, duke lënë hapësirë për të thurur këto fjalë në shpirtin tuaj. Fillojmë me afirmacionin e parë. Pika 1. Paraja është një prani natyrale dhe e vazhdueshme në jetë. Imagjinoni për një moment, paraja nuk është diçka e huaj, nuk është armiku apo një ëndër e largët. Ajo është si ajri që thithim çdo ditë, e pranishme, e natyrshme, e pashmangshme. Në çdo sekond të jetës suaj, paraja qarkullon rreth jush, në pazarin ku blini frutat e freskëta, në punën që ju jep mundësinë të ndihmoni familjen, në buzëqeshjen e një fëmije që blini një lodër të vogël. Ajo nuk vjen vetëm kur e kërkoni me forcë, ajo është pjesë e ritmit të universit. Sot, afirmoj, paraja është një prani natyrale dhe e vazhdueshme në jetën time. Thoni me mua, në mendje ose me zë të lartë, paraja është një prani natyrale dhe e vazhdueshme në jetën time. Ndiqni si këto fjalë vibrojnë në kraharorin tuaj duke hapur dyert për rrjedhën e saj. Mendoni për herët kur paraja ka ardhur pa u pritur, një pagesë e papritur nga një mik, një zbritje e rastësishme në dyqan. Kjo është natyra e saj, e butë, e pashmangshme, si lumi që rrjedh drejt detit. Çdo frymëmarrje që merrni, çdo hap që bëni, është një ftesë për të. Le të thellojmë, imagjinoni veten duke ecur në një rrugë të gjelbër, ku gjethet bien si monedha të arta. Çdo gjethë është një kujtesë, paraja nuk mungon kurrë, ajo është kudo. Afirmoj sërish, paraja është një prani natyrale dhe e vazhdueshme në jetën time. Lëreni këtë të mbushë çdo qelisë të trupit tuaj. Do të vazhdojmë me afirmacionin tjetër pas një pauze të shkurtër për të thithur këtë energji. Pika 2. Mendja e pasur është qelësi për të tërhequr bollëkun dhe prosperitetin. Tani, le të kalojmë te fuqia e mendjes suaj. Mendja e pasur nuk është diçka që lind nga fatkeqësia, ajo është një zgjedhje, një bërtham që ndes dritën brenda jush. Kur mendja juaj mbush me mendime të bollëkut, universi dëgjon dhe përgjigjet. Është si një magnet që tërheq metalin, bollëku vjen, prosperiteti lulëzon. Imagjinoni një kopsht ku farat e mendimeve tuaja pozitive rriten në pemë të larta frutash të ardhë. Çdo mendim i tillë është një farë që mbjell bollë. Afirmoj, mendja e pasur është qelësi për të tërhequr bollëkun dhe prosperitetin në jetën time. Thoni me mua, mendja e pasur është qelësi për të tërhequr bollëkun dhe prosperitetin në jetën time. Ndiqni si kjo fjalë hap portat e mundësive, një punë më e mirë që ju pret, një ide biznesi që lind papritur, një marrëdhënie që sjell partneritete fituese. Mendja e varfër thot, nuk kam mjaftueshëm, mendja e pasur thot, kam mjaftueshëm për të gjithë. Thellojmë, kujtoni një moment kur një mendim pozitiv ka ndryshuar gjithçka, ndoshta një ditë kur keni besuar se do të dilni mirë dhe keni dalë. Kjo është fuqia. Afirmoj sërish, mendja e pasur është qelësi për të tërhequr bollëkun dhe prosperitetin në jetën time. Lëreni këtë të rrjedhë si një lum i artë nëpër venat tuaja, duke larguar çdo dyshim. Pika 3. Lirimi i bllokimeve negative mundson rritjen financiare. Bllokimet negative janë si zinxhir të padukshëm, frika e mosmjaftueshmërisë, kujtimet e vështirësive të kaluara, besimet e trashëguara se paraja është e vështirë. Por sot, ne i lëm ato pas. Lirimi është qelësi, një frymëmarrje e thellë që heq peshën nga shpirti juaj. Kur i lëshoni këto blloqe, hapësira hapet për rritjen financiare, si një lule që hap petalet pas shiut. Afirmoj, lirimi i bllokimeve negative mundson rritjen financiare në jetën time. Thoni me mua, lirimi i bllokimeve negative mundson rritjen financiare në jetën time. Imagjinoni një dritare të errët në mendjen tuaj, tani hapeni atë, lëshoni ajrin e vjetër dhe lejoni dritën e bollëkut të hyjë. Çdo bllokim i liruar është një hap drejt lirisë, largoni frikën e humbjes, zëvendësojeni me besimin në rrjedhshmëri. Le të punojmë me një shembull, mendoni për një frikë të vogël financiare, një faturë që ju shqetëson. Tani, thoni, unë e lëshoj këtë dhe ndjeni lehtësinë. Rritja vjen kur hapësira mbush me energji të re. Afirmoj sërish, lirimi i bllokimeve negative mundson rritjen financiare në jetën time. Lëreni këtë të pastrojë çdo hije, duke ju bërë gati për bollëkun e ardhshëm. Pika 4. Suksesi financiar është në harmoni me gëzimin, mirënjohjen dhe qëllimin. Suksesi nuk është vetëm numra në llogari, ai është një simfoni e brendshme ku gëzimi këndon, mirënjohja falenderon dhe qëllimi udhëheq. Kur i lidhni këto, suksesi financiar bëhet i pathyeshëm, si një rrugë e ndritur që çon drejt majave.
Gëzimi tërheq më shumë gëzim, mirënjohja shumëllon atë që keni, qëllimi siguron drejtimin. Afirmoj, suksesi financiar është në harmoni me gëzimin, mirënjohjen dhe qëllimin tim. Thoni me mua, suksesi financiar është në harmoni me gëzimin, mirënjohjen dhe qëllimin tim. Ndiqni si këto fjalë krijojnë një valë. Sot, falenderojeni për atë që keni, një vakt të ngrohtë, një mesazh miqësor. Gëzimi lind nga brenda, jo nga jashtë. Qëllimi juaj është ai që thotë, unë jam këtu për të krijuar, për të ndarë, për të rritur. Thellojmë, imagjinoni një ditë perfekte ku çdo veprim financiar mbush me gëzim, një donacion i vogël që ju bën të ndiheni të plotë. Kjo është harmonia. Afirmoj sërish, suksesi financiar është në harmoni me gëzimin, mirënjohjen dhe qëllimin tim. Lëreni këtë të këndoj në zemrën tuaj si një këngë e pafundme. Pika 5. Kalimi nga mendimi i varfërisë te mendimi i bollëkut është thelbësor. Kalimi kyç, nga errësira e varfërisë, ku çdo cent duket i fundit, te drita e bollëkut, ku mundësitë janë të pafundme. Ky nuk është një ndryshim i menjëhershëm, por një udhëtim i butë, si një flutur që hap krahët. Është thelbësor sepse mendimi i varfërisë bllokon rrjedhën, ndërsa bollëku e lëshon atë si një lum i madh. Afirmoj, kalimi nga mendimi i varfërisë te mendimi i bollëkut është thelbësor në jetën time. Thoni me mua, kalimi nga mendimi i varfërisë te mendimi i bollëkut është thelbësor në jetën time. Tani, lëshojeni një mendim të vjetër, nuk kam mjaft zëvendësojeni me kam mjaft për mua dhe të tjerët. Çdo ditë, zgjidhni bollëkun, shikoni sërish një faturë si një mundësi, jo pengesë. Le të ecim bashk, imagjinoni një orë mbi një gremin, kaloni atë dhe në anën tjetër është një fushë e gjelbër plot me mundësi. Afirmoj sërish, kalimi nga mendimi i varfërisë te mendimi i bollëkut është thelbësor në jetën time. Lëreni këtë orë të ndërtohet brenda jush, hap pas hapi. Pika 6. Paraja rrjedh nga burime të shumta të pritshme dhe të papritura. Paraja nuk vjen vetëm nga një derë, ajo troket në shumë, puna e përditshme, investimet e mençura, dhuratat e papritura, idetë që lindin në natë. Është si një shi që bie nga qielli, plot me pika të pritshme dhe surpriza. Besimi në këtë rrjedh hap çdo derë. Afirmoj, paraja rrjedh nga burime të shumta të pritshme dhe të papritura në jetën time. Thoni me mua, paraja rrjedh nga burime të shumta të pritshme dhe të papritura në jetën time. Mendoni për burimet tuaja, paga mujore si lumi i sigurt, por edhe një telefonat nga një mik për një mundësi të re. Të papriturat janë dhurata të universit, një trashëgimi e vogël, një shitje e suksesshme. Thellojmë, imagjinoni një rrjet peshkimi që kap peshq të ardhur nga çdo drejtim. Afirmoj sërish, paraja rrjedh nga burime të shumta të pritshme dhe të papritura në jetën time. Lëreni këtë rrjedhshmëri të mbush jetën tuaj me bollëk të pafund. Pika 7. Një marrëdhënie pozitive dhe përgjegjëse me paratë çon në mjeshtërinë dhe sigurinë financiare. Marrëdhënia me paratë është si me një mik të ngushtë, trajtojeni me respekt, përgjegjësi dhe dashuri dhe ajo do t'ju shpërblejë me mjeshtri. Pozitiviteti ndërton besim, përgjegjësia siguron themelet. Kjo çon në siguri, një fortesë ku prosperiteti jeton. Afirmoj, një marrëdhënie pozitive dhe përgjegjëse me paratë çon në mjeshtërinë dhe sigurinë financiare në jetën time. Thoni me mua, një marrëdhënie pozitive dhe përgjegjëse me paratë çon në mjeshtërinë dhe sigurinë financiare në jetën time. Sot, falenderojini paratë për atë që bën, ju ushqen, ju mbron, ju lejon të ndihmoni. Përgjegjësia është të planifikoni, të kurseni, të investoni me mençuri. Le të mbyllim, imagjinoni dorën tuaj duke u shtrënguar me një mik besnik, kjo është paraja. Afirmoj sërish, një marrëdhënie pozitive dhe përgjegjëse me paratë çon në mjeshtërinë dhe sigurinë financiare në jetën time. Lëreni këtë miqësi të forcohet çdo ditë. Përfundim. Miq të mi, kemi udhëtuar bashkë nëpër këto afirmacione, duke zgjeruar çdo pikë me një oaz bollëku. Tani, hapni syt ngadalë, ndjeni energjinë e re brenda jush. Kthehuni në ditën tuaj me këto fjalë si një mburojë. Faleminderit që ishit këtu. Abonohuni për më shumë, pëlqeni dhe ndani me dikë që ka nevojë.